Ngjarje e rëndë në Vlorë raportohet për të plagosur. Plagosje me thik në Vlorë. Sot rreth orës 20:30 në lagja Pavarësia Vlorë, pas një konflikti për motive të dobta shtetasi, Fjodor Zeqo, banues në Vlorë, ka plagosur me armë të ftohtë thik shtetasin Ilir Suloti, po ashtu banues në Vlorë. I dëmtuari ndodhet në spitalin e Vlorës duke marrë ndihmën mjekësore. Autori i kësaj ngjarje është kapur nga shërbimet e policisë dhe po kryen veprime procedurale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.